problemi me në fjalim po menoj, te LDK-ja ajo që më imponon, që po du me thonë është që edhe ata që ju kanë me të paknoqën, me numrat, me listimin ose rangimin, po sillen kodjo me përgjegjësi politike. Do mund tu mos e cenu organizatën, tu mos e shoh organizatën, po bëjnë sovrani vendos çfarë numri do të komune, sa vota do t'i fitoj, dhe në rregull është sidomos imponon deklarata e Abdullah Huti që për mua ishte deklarat kodjo për i pushteti. Dhe qëtike? Kodjo për i pushteti. Tjertë kënë kritik për posa Abdullah Huti? Këtë ma kritike, normalisht, ma pak knoqën, mirë po edhe në shpive edhe në familje ka pak knaqësi. Edhe rebelizma, lemo një organizatë më politike. Si ndikon kjo në te LDK? Ndikon në një rezultat më dobët në fund? Jo, se votusi i LDK-s numra din me lezu. Edhe i partive tjera natyrisht, po me që po flosim për LDK-n. Kështu që se cili ka mundësi me gjithë njeriu e vetë matë mirë qoftë edhe me 190 atje kush është, se nuk i këshyë. Paris Gurin e ki qefti? Po. Si kështu si emër?